A e dini se periudhat e sigurimit përpara 31 dhjetorit 1993 janë periudha që njihen edhe nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë? Njëkohësisht, neve kemi periudha sigurimi në Shqipëri pas 1 janarit 1994 si periudha inaktive, që njihen si periudha sigurimi, por njëkohësisht këto periudha njihen edhe nga marrëveshja e pensioneve Shqipëri-Itali. Unë ftoj të nderuar miq të ndiqni të plot episodin e 8 të ciklit Pensione Shqipëri-Itali, shpjeguar nga Teuta për të mësuar se cilat janë këto periudha sigurimi, të cilat njihen në Shqipëri, por që njihen njëkohësisht edhe marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Unë ju siguroj të nderuar miq që shumë nga këto periudha sigurimi ju ndoshta i keni harruar. Ndaj ne do t'i sjellim në vëmendjen tuaj të gjitha periudhat e sigurimit që njeh marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Unë ju ftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teuta Nunaj Kortoçi që të ndiqni të plot, jo vetëm këtë episod, por të gjitha episodet tona që shpjegojnë në mënyrë të detajuar, në mënyrë të qartë, shumë konkrete, por edhe shumë të thjeshtë, të gjitha të drejtat, përfitimet, detyrimet apo kriteret që përcakton marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, por nga ana tjetër edhe legjislacioni shqiptar dhe italian për pensionet. Po cilat janë këto periudha sigurimi përpara 31 dhjetorit 1993, kohë në të cilën në Shqipëri ka funksionuar sistemi i pensioneve i një ekonomie të centralizuar sipas modelit sovjetik, që nuk kupton, qytetari nuk derdhe kontribute, po ishte shteti ai që i ofronte pensionet atij. Do t'i marrim me radhë këto periudha kontributive. Të nderuar miq, nëse juve i rikujtohet ose risjell në kujtesën tuaj ato periudha të cilat individë të ndryshëm i kanë shpenzuar duke u rritur profesionalisht përmes kurseve dhe studime profesionale. Nëse këto periudha kanë qenë me shkëputje nga puna, kjo periudhë njihet si periudhë sigurimi në Shqipëri, por tashmë edhe në Itali. Njëkohësisht, të gjithë ata individë të cilat kanë realizuar studime arsimore edhe në aspektin ideologjik, ose thënë në mënyrë shumë të thjeshtë, nëse individët që kanë studiuar në shkollën e partisë, kjo periudhë, pra këto vite studimi në shkollën e partisë njihen si periudhë sigurimi si në Shqipëri, por tashmë edhe nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Njëkohësisht, periudhë sigurimi njihet leja e lindjes. Nga ana tjetër, për burrat, periudhë sigurimi njihet vitet e ushtrisë të realizuara, por për të dy gjinit si për burrat dhe për gratë, periudhë sigurimi njihen edhe periudha e zhvillimit të stërvitjes ushtarake, me shkëputje nga puna për një periudhë nga 3 deri në 4 mujore. Të nderuar miq, ne kemi të tjera periudha përpara 93 që njihen si periudha sigurimi, tashmë edhe nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, dhe këtu sillen në vëmendje periudhat e punës vullnetare, kur kanë qenë më shumë se një muaj, kjo periudhë njihet edhe si periudhë sigurimi nga kjo marrëveshje. Nga ana tjetër, po zonja, neve kemi dy periudha të cilat njihen si periudha sigurimi. Rasti i parë është periudha në këtë rast pa aktivitet pune, kur një zonjë ka shoqëruar bashkëshortin e saj, i cili ka qenë me një shërbim pune si një diplomat në ambasadat e Republikës së Shqipërisë në vende të ndryshme të botës, dhe kjo periudhë jo aktive pune për zonjat njihet në këtë rast si një periudhë sigurimi, edhe në rastin kur kemi të bëjmë me një zotëri që ka shoqëruar zonjën e tij me një funksion diplomatik, blen e njëjta gjë. Por për zonjat kemi edhe një element të tjetër që na njeh ligji shqiptar për sigurimin shoqëror, që është zhvillimi i arsimit të lartë ose i shkollimit të lartë. Një zonjë e cila del në pension deri në 31 dhjetor të vitit 2032, periudhën që e ka shpenzuar për studimet në shkollën e lartë apo në universitet, njihet si periudhë sigurimi nga ligji shqiptar, por njëkohësisht njihet edhe si periudhë sigurimi nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Pra siç e shihni të nderuar miq, janë shumë periudha sigurimi përpara 93-shit, të cilat i njeh legjislacionin shqiptar, por nga ana tjetër në këtë rast i njeh edhe marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Ndaj, unë do ju sjell në kujtesë që nëse juve do bëni nesër një aplikim për pension pleqërie në Itali dhe do realizoni bashkimin e këtyre periudhave kontributive
në Shqipëri ose periudhave të sigurimit në Shqipëri dhe në Itali, merrni konsiderat në këtë rast edhe këto periudha sigurimi që i nje ligji shqiptar për sigurimin shoqëror, por njëkohësisht i nje edhe marrëveshja e pensionit në Shqipëri, mes Shqipërisë dhe Italisë. Por cilat janë periudhat pas 1 janarit 1994 që njihen si periudha inaktive të sigurimit? Këto periudha inaktive në këtë rast të sigurimit janë periudha të cilat nuk kemi derdhje të kontributeve të sigurimit shoqërore, por janë periudha të cilat janë të njohura si periudha sigurimi dhe këtu në këtë rast sjellni në vëmendjen tuaj një periudhë mjaft të rëndësishme, siç është në këtë rast periudha e sëmundjeve, ose në këtë rast kemi të bëjmë me ato sëmundje profesionale të cilat kanë ndodhur ose si pasojë e aksidenteve në punë. Njëkohësisht kemi periudha të cilat ndryshe janë njohur si periudha të pensionit të pjesshëm të invaliditetin. Janë periudhat e lejes së lindjes për zonjat. Është periudha në këtë rast e studimit në akademinë ushtarake për individët. Por këtu në këtë rast kemi një kusht, sepse kjo periudhë do duhet që të njihet si periudhë sigurimi, do të duhet të ishte paguar ose të derdhen kontributet se sigurimeve shoqërore nga vetë individi në këtë rast që ka realizuar siç ka kryer këto studime ushtarake. Pra, siç i shohim të nderuar miq, periudha të cilat njihen si periudha inaktive që nuk kuptohet janë periudha që nuk kanë qenë periudha pune, që nuk kanë prodhuar derdhjet kontributet sigurimit shoqëror, sërish në këtë rast janë periudha të cilat ligji shqiptar i sigurimit shoqëror i njeh si periudha inaktive, por periudha sigurimi, por këto njihen në këtë rast edhe nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Këtu përfshihet në këtë rast edhe periudha e një pensioni invaliditeti në kushtet kur kemi të bëjmë me një individ që ka përfituar atë. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me sëmundje të cilat janë klasifikuar të grupit të parë dhe të dytë, pra kjo periudhë raportit mjekësor njihet sërish në këtë rast si një periudhë sigurimi. Pra të nderuar miq, unë sot ju njoha me periudhat e sigurimit të njohura në Shqipëri, me që janë realizuar përpara 93-shit, 31 dhjetor 93, dhe periudhat inaktive pas 1 janarit 1994. Në episodin e radhës, unë do të njoh me grupin e dytë të periudhave të sigurimit që njihen në Shqipëri, por që njëkohësisht njihen edhe nga marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë. Si shikoni, të nderuar miq, janë shumë periudha që ndoshta shumë prej jush nuk i kujtojnë, ose janë periudha të cilat ndoshta nuk do të dini që njihen dhe janë të vlefshme për pensionit. Në këtë mënyrë juve mësoni dhe merrni informacionin e plotë për të gjitha periudhat e sigurimit që njihen në Shqipëri, por që njihen edhe nga marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë, si nuk kuptojnë, shërbejnë për bashkimin e periudhave të sigurimit. Të nderuar miq, ky ishte episodi ynë për sot. Unë ju falenderoj shumë që na keni ndjekur në këtë episod, por që na ndiqni në mënyrë të vazhdueshme në episodet tona, që jeni bërë pjesë e një komuniteti që e dëshironi kaq shumë informacionin për sistemin e pensioneve në Shqipëri, për sistemin e pensionit në Itali, por edhe për të drejtat dhe detyrimet që përcakton marrëveshja e pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë. Në episodin e radhës ne do ndjekim pjesën e dytë të këtyre periudhave të sigurimit dhe në këtë mënyrë merr formë njohja e plotë të gjithë këtyre periudhave të sigurimit. Unë ju falenderoj sërish dhe njëkohësisht ju ftoj të abonoheni në kanalin tim në YouTube të Uta Nuna Kortoçi, të lini një komente ose shtroni pyetje për çështje të ndryshme që ju keni për sistemin e pensionit në Shqipëri, në Itali, apo edhe për zbatimin e marrëveshjes, dhe njëkohësisht na shkruani nëse ndonjëri prej jush ose ndonjë prej familjarëve jush ka pikërisht periudha sigurimi që neve i cituam ose i shpjeguam në këtë episod. Deri në takimin e radhës, miru takofshim.